Sa i përket numrit votuesve, njerëzit janë lodhë, shumë janë lodhë. Unë e shoh të gjithë këtë sepse janë dëshpruar me gjithë spektrin politik që kemi tonin, sepse të mbanë 3 palë zgjedhje, 2 palë deri tani dhe të mos të krijohen organet shtetënore, kjo nuk është as pak e tolerueshme nga votuesi ynë dhe mendoj këtu është ai problemi kryesor. Gjithsesi është një ndëshkim dhe ky është një alarm për gjitha partitë politike që më në fund të arrijnë në një kompromis, po jo për kompromis për fotelet e tyre që ata i duan dhe i kanë shumë me ondje, mirë po të arrijet një kompromis në interes të kombit, Kosovës, qytetarëve këtu që jetojnë. Pa shikja, nuk du ta marrim aq të dobëta, mrekullueshme janë. Është prisim këto zgjedhje të zinë me numërimin e tillë, por megjithatë janë edhe faktorë që kanë ndikuar nga mirëzia e qytetarëve, me sjelljet, arrogancat e parlamentarëve që kanë qëndruar në Parlamentin e Kosovës, me edukatën e tyre jo qytetare, shumica 80% që mund ta them, edhe qelloi edhe rasti i vikendeve, pushimeve, edhe kështu që këta janë faktorë që kanë ndikuar të numri pakës më i ulët i qytetarëve në zgjedhjet e fundit. U ndezën ngjyra kuqe semaforit ndaj këtyre politiqarëve që ka dalë se këtu e vendos qytetari i Republikës Kosovës, ju oligarkët në thonjza ta them që po mendoni me luajt me integritetin e qytetarëve të mrekullueshëm të Republikës së Kosovës. Po numrin e orët po dalin se peshojnë që nuk ka kurfar zgjedhje nuk ka. Prap zgjedhje kena me shkue. Prap, nëse nuk bon 2-3 partisë bashku, njëri marr presidenti, njëri kryeministri, njëri kryeparlamentar, çfarë mund me shkuar para. Por ndryshe prap zgjedhje jemi. A mendoni se kjo është një ndëshkim? Po ndëshkim është. Ndëshkim është agjës, se populli janë lodhë mo, më në 1 vjet e gjysë e 5 me shkon zgjedhje. Kjo është lodhje për popullin është. Inshallah, si vjet po kryet e po bojnë, dhe shkam mbledhen men pak.